pensioni maksimal në të periudhë ka qenë 245.000 lekë vjetra, dhe sigurisht kishe para vitit 2014 profesionistë si mjek, mësues, ushtarak, të cilët kishin le themi kontribuar me vite të plota kundrejt skemës sigurime shoqërore, 40 apo më shumë vite, dhe në momentin e daljes pension tavani maksimal i pensionit të tyre ishte pra në këtë mas. Ndërkohë që pas vitit 2014 të njëjtët individ me të njëjtin numër vitesh kontributesh për të njëjtin profesion që kishin kryer, marrin një pension minimalisht në masën 360.000 lekë, ku reflektohet e gjithë kontributi që ata kanë dhënë ndër vite kundrejt skemës sigurimeve shoqërore, dhe më pas me të gjitha indeksimet që janë bërë në vite, pasi pensionet indeksohen çdo vit me 1% caktuar që